E tasha, di qa vrejta une? Gjitha bashkëpunimet i pate me moshkuj. Se ju me femën? Unë kom qef, e kom cek shumë herë, se kom pas që të pytje shumë. Unë kom qef me bu bashkëpunim me femën, jam shumë pro me bu bashkëpunim me femën. Kom bisedu për me bu bashkëpunime me femna. Nashta uarë dhe puna që këna incizu, ose këna bu një kongë, veç... Edhe s'ka ndodhë? Nuk ka ndodhë. Se? Nuk e di. Ato nuk mëjmë të kalzone. A ki marrë ndo një përgjigje, apo thjesht kanë qenë disa zhdukje të leta? I think ka njerë është okej, për shambu konga, mos me... Ade nuk përshtatë, është janë shumë sana normale që ndodhen kur bashkëpunon me dikan, po... pak ma problem në është të kësha thonë është me ardhiri të puna për mu realizu një bashkëpunim. Me kënë kishe dashtë me pasë Unë jam shumë haptas e thëmë këta që vetë ju kom shku për shambull një femnës, kom bisedu i kom thonë apë bojmë. Nuk e kam atë problem ose atë kompleks që thonë jo. Që po tali të unë se s'pëtër me përmend emër, po e pash një intervjistë të diskutove pak për Rina Baljaj. A keni arrit diçka me kriju bashkë? Me Rinën kena shumë friends, kështu jena shumë të mira, po kena bisedu për me bo, edhe besoj që I like her music shumë, pëlqen edhe se artiste shumë, edhe kena bisedu për me bo, ajo është kështu besoj që ndodhë që bohet. A ka gjelozi mes këngëtareve në stradë? Unë për vete nuk e kam, me kërkan ju, as me femnat, as me mashkujt, menoj që po ti a ki se cile ka venin e vetë, po, normal. është pjesë në ashtat njerëzve që s'kan qef me po dikon pak ma në altë, se di tash se cile ka arsyet e veta, po une nuk besojnë që ato, une mëj me lak mu për shamë kërë një kong ti për të mirë, me thonë, I didn't I wish të kësha pas që të kong, I didn't I është that's me being honest, po me gjelozu ose me thonë, s'po du me pa dikon pak ma nalta, ti bëj keq dikujt, atë qëto sanë si kom pas për fillimit, nashtë edhe si më rritë në qatë frimë, si qatë mënyrë, menoj se cili ka venin e vetë, se cila femën ka venin e vetë, se cili artiste ka venin e vetë. Healthy competition është mirë, a den kur është dikon që po bën diçka të mirë, thu, okej, po kam qef edhe me po diçka shumë të mirë. Pse mendojnë që ekziston kjo në industri në Kosovë? E para është gjithmonë talentat e rria në kohën që nuk për jepet hapësira, nuk pranojnë bashkëpunime, e dyta, bashkëpunime mes femnave kemi shumë pak. Se është gjithë ky lëmsh në industri? I think nashta